Fillojmë. Jemi mbledhur për t'i dhënë anatominë e fundit të kolegut ton, akademikut Badhyl Golemi, një nga figurat e spikatura në botën akademike shqiptare, me një kontribut të jashtëzakonshëm si në shkencë dhe në edukim, luajtur një rol të dukshëm edhe në vetë funksionimin e akademisë së shkencave. Për të vazhduar, unë sipas traditës të akademisë, ftoj disa nga kolegët e afërt të profesorit, akademik Xhimi Ali, mund të vini. Përshëndetje, të nderuar familjar, të nderuar akademik, të nderuar miq pjesëmarrës, me dhimbje të thellë, sot bëjmë të mbledhje përkujtimore të asamblesë për të nderuar kujtimin e një akademiku të shquar, akademiku dhe miku, personalitet i njohur i shkencës dhe i arsimit të lartë në Shqipëri. Profesor Badhyl Golemi lindi në Dhrodhjen të Sarandës, por shkollën e mesme e kreu në gjimnazin e njohur Alidemi, një gjimnaz i fortë, ku spikati si një ndër nxënësit më të shquar, me një impregtësi të thellë mendimi, me etje të pashtershme për dijen, dhe për këto veti sigurisht që ai meritoi medaljen e artë që mori në maturë. Pastaj kreu shkollën e lartë në Institutin e Lartë Politeknik të Tiranës, ende pa u hapur Universiteti i Tiranës. Edhe atje sigurisht që u shqua dhe u dallua për këto vetit që përmenda, kështu që me njerë pas diplomimit në 1955 u emërua po atje pedagog. Me hapjen e Universitetit të Tiranës, ai sigurisht kaloi atje, ku pas pak kohe themeloi dhe drejtoi për 15 vjet rresht katedrën e elektroteknikës. Në jetën e tij të gjatë, prej afërsisht 7 dekadash, veprimtaritë e tij janë të shumta dhe të jashtëzakonshme, për cilat ai dhe është nderuar dhe me çmime të shumëllojshme. Ka botuar një varg tekstesh, ndër të cilët mund të përmendim Bazat e elektroteknikës, një libër bazë, vëllimor, të cilin më vonë e ripunoi, e ngriti deri në nivelin e një traktati. Ka botuar monografi të shumta, ndër të cilat një nga të fundit në këtë akademi, unë po e përmend, njeriu elektromagnetik në mjedisin elektromagnetik, votim i vitit i kësaj Akademisë së Shkencave, votim i vitit 2014. Sigurisht ka një kontribut të veçantë në zhvillimin e arsimit të lartë në Shqipëri, duke përfshirë këtu edhe jo vetëm përpjekjet individuale organizative, por edhe botime në këtë fushë. Ka marrë sigurisht e përmenda çmime dhe vlerësime të ndryshme, çmim të parë të Republikës i rëndësishëm. Nga kjo akademi ka marrë çmimin e karrierës në 2021, e të tjera me radhë. Profesor Badhyl Golemi u largua nga ne fizikisht, por vepra e tij, kontributi i tij, e në mënyrë veçantë figura e tij për njeriu human, dashamirës, njeri pozitivist,
do të mbetet kurdo herë midis nesh. Pa ta fatin që gjatë më se 20 viteve të fundit, në këtë akademi ta njoh nga afër profesor Bardylin dhe ruaj gjithmonë respekt se ishte dashamirës, ishte, siç e përmenda, njeri me dije të shumta, të hapte horizonte, luftonte për të mirën gjithmonë. Kur në këtë akademi aty nga viti 2008 u bë e ashtu quajtura reformë, që në fakt ishte një goditje akademisë, mbaj mend që ai ndjente keqardhje për atë fakt, diskutonte me kolegët e tij vazhdimisht dhe bënte çmos që si të kaloj ajo periudhë. Ndoshta për aspekte profesionale mund të flasin kolegët të tjerë më të afërt të fushës. Unë dua edhe një herë të shpreh nderim dhe respekt, të shpreh ngushëllimet e mia familjes dhe gjithë anëtarëve të akademisë. Faleminderit. Faleminderit. Tani ftoj një nga ish studentet dhe më pas kolegët e afërt të profesorit, Akademi Bualoti. Të nderuar familjar të profesor Bardyllit. O dha disa gjëra në letër sepse kisha frikë që emocioni do të më bënte që të mos thoja të gjitha ato që doja të thoja për profesor Bardyllit. Sepse në vesh kam gjithmonë zërin e tij edhe mirësinë e atij njeriu të jashtëzakonshëm, që ishte një profesor i madh, që ishte një edukator i madh, por që ishte mbi të gjitha një njeri i madh. Sot Akademia e Shkencave është mbledhur për të përcjellë me nderim e respekt një ndër personalitetet e arsimit dhe të shkencës son kombëtare, profesor Bardyll Golemin. Lajm vërtet i hidhur për mua që më trishtoi shumë. Është një humbje e madhe për familjen, por edhe për të gjithë ne. Personaliteti i jashtëzakonshëm, njerëzor dhe shkencor i profesorit vinë në kujtesën ndjesitë të gjithë kolegëve dhe studentëve të tij me një ndjenjë të thellë mirënjohje dhe nderimi për atë trashëgimi shkencore të çmuar që na ka lënë. E kujtojmë profesorin si edukatorin e palodhur, me një kulturë të gjerë që nuk ishte kufizuar vetëm në kuadrin tekniko-shkencor, gjë që linte gjithmonë mbresa në bashkëbisedimet. Një shembull i përkryer i një shkencëtari, edukatori, kolegu dhe studiusi të apasionuar të shkencave inxhinierike. Te profesori ishin harmonizuar aq mirë dhuntitë e jashtëzakonshme me aftësitë shkencore, entuziazmi e kurioziteti me freskinë e inteligjencës dhe aftësinë për të perceptuar nocionet e pikpamjet të reja. Profesor Bardylli e filloi shpejt rrugën e gjatë të edukimit brezave të inxhinierëve elektrik dhe megjithse i ngarkuar me detyra mjaft të rëndësishme, për asnjë çast nuk u shkput nga mësimdhënia dhe nga puna kërkimore. E kujtojmë me nderim si profesorin fjalëmbël për këshillat dhe mendimet e tij të pjekura. E kemi përnder që kemi qenë student e bashkëpunëtor profesor Bardyllit. Na ka udhëhequr me dashamirësi e dije të sigurta dhe si i tillë do të jetë i paharuar dhe i vlerësuar nga kolegët e studentët e tij. Me horizontin e tij të gjerë, me njohuritë e tij të thella, me ndërgjegjjen e pastër, me përkushtimin shembullor, profesor Bardylli do të jetë dhe për të ardhmen modeli shkencëtarit që ngriti lart shkollën e lartë shqiptare. Mirënjohje dhe nderim për trashëgiminë shkencore që ai la. Ngushëllime familjarëve, ngushëllime dhe akademisë që u humbi një njeri të jashtëzakonshëm. U pres në paqe profesor Bardyllit. Përveç kësaj, unë kam qenë ndër studentët e para dhe i njoh profesorin që nga viti 77.
shumë vite që na kanë lidhur, dhe ai nuk haronte me atë dashamirësinë dhe dashurinë e madhe që kishte për mësimdhënien. Çdo 7 mars të merrte i pari në telefon, më kumbon në vesh zëri i tij dhe gjithë ëmbëlsia dhe mirësia që ai ka. Jeni krenar ju fëmijë për atë baba që kishit, dhe ai krenoi shumë me fëmijët tuaj. Mburja e tij tani ishin ata. Gjithë të mirat ju uroj dhe gjithë mbarësitë e botës. Faleminderit. Vazhdojmë me ftoj akademik Tolen. Kam nderin e veçantë që të lexoj për ju telegramin e ngushëllimit që Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës ka dërguar në shenjë nderimi të ndarjes nga jeta të akademik Golemit. Prishtinë, më 20 maj 2025, kryesisë Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, i nderuar akademik Gjinushi, të dashur koleg, Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës mori me pikëllim lajmin e hidhur për ndarjen nga jeta të akademik Bardyl Golemit, antar i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë prej vitit 99, si dhe themelues dhe drejtues shumëvjeçar i katedrës së elektroteknikës në Universitetin Politeknik të Tiranës. Akademik Bardyl Golemi ka dhënë kontribut domethënës në edukimin e shumë brezave të studiusve të elektroteknikës dhe është autor i shumë tekste dhe botime universitare. Ai po ashtu ka dhënë një kontribut të çmuar në punën kërkimore shkencore në trajtimin e problemeve të bioelektromagnetizmit dhe të studimeve për korridoret elektromagnetike të linjave të telefonisë në Shqipëri. Akademik Golemi ishte në mesin e 10 kuadrove të shquara nga Shqipëria që mori pjesë më se një dekadë në mbajtje të ligjëratave të studimeve themelore dhe pasuniversitare në Universitetin e Prishtinës gjatë viteve të 70-ta të shekullit kaluar. Kontributi i tij ka qenë domethënës në ngritjen e kuadrove të Fakultetit Teknik të Universitetit të Prishtinës, për të cilit më vonë janë ndarë 4 fakultete. Ndarja nga jeta e akademik Bardyl Golemit paraqet humbje të madhe për familjen, Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, Universitetin Politeknik të Tiranës, si dhe përmbar shkencën tonë kombëtare. Në këto çaste të vështira bashkëndihemi me familjarët dhe të afërmit, si dhe gjithë kolegët dhe bashkëpunëtorët nga Akademia e Shkencave të Shqipërisë dhe Universiteti Politeknik i Tiranës. I përhershëm qoftë kujtimi i tij për kryesinë e Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, akademik Mehmet Kraja, kryetar i firmosur. Do t'ju jap familjes që ta ketë. Vazhdojmë, kam nderin të ftoj profesor Badhi, dekan i Fakultetit të Inxhinierisë Elektrike në Universitetin Politeknik të Tiranës, Odhoni. Ndoshta sa për hyrje, ta dija përpara një viti se do mbaja një fjalim përballë kollosit profesor Bardyl Golemi, nuk do të rikandidoja për dekan. Por gjithsesi, jam tashmë dhe unë do të vazhdoj me protokollin, procedurën. Është ndoshta dita më e zezë e imja si drejtues i Fakultetit të Inxhinierisë Elektrike. Të nderuar familjar të akademikut profesor Bardyl Golemi, të nderuar akademik, të nderuar kolegë të pranishëm. Me hidhrim të madh dhe pikëllim të thellë, po ndahemi sot nga profesori ynë i nderuar, profesor Bardyl Golemi, i cili pareshtur punoi me përkushtim si pedagog dhe kërkues shkencor në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike të Universitetit Politeknik të Tiranës.
Në këtë ditë që po ndahemi nga profesori ynë i nderuar, më lejoni që në emër të gjithë stafit akademik dhe administrativ të Fakultetit të Inxhinisë Elektrike, të gjithë studentëve të tij e inxhinierëve elektrik dhe elektronik, të shprehim ngushëllime të thella familjes dhe të afërmit të tij për humbjen e të dashurit tyre. Profesor Bardyl Golemi ka një kontribut thelbësor si në veprimtari mësimore dhe atë shkencore në Fakultetin e Inxhinisë Elektrike dhe më tej. Profesor Bardyli ka një kontribut të çmuar në veprimtarinë në mësimdhënie në FIE me shumë botime universitare. Janë të shumta botimet e profesorit, nga ku mund të përmendim bazat teorike të elektroteknikës, një lëndë bazë në Fakultetin e Inxhinisë Elektrike, ku është si lëndë gati me 3 pjesë, dhe monografi si lëkundjet e transformatorit të tensionit. Gjithashtu, profesori na ka lënë një trashëgimi të çmuar jo vetëm në kërkimin shkencor, por edhe në zhvillimin e arsimit të lartë në vendin tonë. Profesori ka pasur një kontribut të jashtëzakonshëm në zhvillimin e arsimit inxhinierik në trevat shqiptare. Ashtu si që theksuam më parë, profesori ka dhënë ciklet të plota ligjëratash për 10 vjet në Universitetin e Prishtinës. Si student i tij, nuk mund të lë pa përmendur faktin që profesori, përveç se një pedagog i shkëlqyer, ai ishte gjithashtu një personalitet që rrezatonte mirësi, lartpramësi dhe një kulturë të gjithanshme. Në takimin tim të fundit me profesorin, kam ngelur i surprizuar pasi profesori më propozoi që në programet mësimore të Fakultetit të Inxhinisë Elektrike t'i kushtohet një vëmendje e veçantë inteligjencës artificiale. Këtë vizion të profesorit kemi filluar ta zbatojmë fillimisht në projekt ndërkombëtare ku tashmë jemi pjesë, si edhe së fundmi dhe në programet e studimit të Fakultetit të Inxhinisë Elektrike. Faleminderit profesor. Me kontributin të çmuar, trashëgimin e tij, profesor Bardyli do të jetë gjithmonë mes nesh, si një shembull i një kolegu, pedagogu dhe studiusi pasionant. I përjetshëm qoftë kujtimi i tij. Profesorit për atë paqe. Faleminderit. Dhe tani ftoj akademik Kaçani, si një nga kolegët e vjetër të profesorit. Faleminderit. Nderuar familjar, të njeriu të shquar, të intelektualit simbol të këtij kombi, të një njeriu të mençur, të zgjuar, brillant, punën e cilën mbështeti në 2 kolonat e tij kryesore që ishin edukimi edhe kërkimi shkencor. Ishin 2 kolona, por gjitha këto, të dyja këto të mbështetura në një kulturë të gjallë, në një kulturë të paimagjinueshme, me një mirënjohje të thellë, me një përkushtim të pakufishëm, me rezultate të paimagjinueshme, të cilat akademik Bardyli arriti gjatë gjithë punës së tij, gjatë gjithë veprës së tij. Nga Bardyli çdo ditë që sikur edhe pak të rrije me të kishte çfarë të mësoje. Të udhëzonte, të drejtonte, të sillej si mik, si dashamirës, të sillej me të gjitha, me një njeriu, mund të themi me plot gojën, që ai ishte njeriu zëmër, ishte njeriu tru, ishte njeriu shpirt, ishte njeriu edukator, ishte familjar, ishte i të gjitha, ishte brillant, dhe për ne sot, për gjithë akademinë, për familjarët, por dhe mbi të gjitha, për gjithë komunitetit inxhinierik, të cilin ai e përgatiti me një përkujdesje të veçantë se ajo nona që përkëdhel dhe rrit fëmijën e vet, ashtu i ka rritur inxhinierat Bardyl Golemi. Dhe për të gjitha këto ne i jemi shumë i njohur dhe gjithmonë do ta kemi Bardylin, do ta kemi mes nesh, çdo inxhinier do ta ketë në tavolinën e punës librin e tij brillant, baza teorike të elektroteknikës, i cili është me një gjuhë të paimagjinueshme, sa të thjesht, kaq edhe shkencore, ku mund të mësojnë që të gjithë që ai që është punëtori më i thjesht, deri te kërkuesi dhe te shkencëtari, tek ai që bën doktoraturën, i tillë ka qenë Bardyl Golemi. Unë kam patur rastin që të jem një mik i afërt i tij, por të them të vërtetën, jam prekur shumë kur vaso më mori në brëmb dhe më tha që unë da nga jeta profesor Bardyli.
nuk e imagjinoja dot një njeri që unë kur kam qenë drejtues në Universitetin Politeknik, vinte për të gjitha probleme, sikur ato të kishte gjërat personale, nuk e linte vendi dhe vinte në universitet të merrte pjesë në mbledhje rektorati, në mbledhje senati, jepte ato mendimet e tij, jepte ato mbështetjen e tij, sikur universitetin ta kishte fëmijën e vet, ashtu kujdesej dhe saktëzoi kur universiteti arrinte dhe kishte rezultate shumë të mira. Ishte personi që donte ta përgatiste kuadrin e tij me cilësitë më të mira. Kjo ishte moto e tij, përgatitja me cilësitë më të mira, jo vetëm në inxhinieri, por kontributi i profesor Bardhylit është në të gjithë arsimin shqiptar. Në të gjithë arsimin shqiptar, duke patur postin e zëvendës ministrit, me cilin pati një aktivitet jashtëzakonisht të gjerë, shumë breslënës, shumë frydhënës. Edhe një herë unë shpreh ngushëllimet e mia për gjithë komunitetin në mënyrë të veçantë për Lelën, për Gjergjin, për të shoqen, për mikun tim Fatos Miraçin, për këtë humbje të madhe që ne kemi sot për nga ndarje nga jeta të profesor Bardhylit. I përjetshëm kujtimi i tij, e paharruar vepra e tij, gjithmonë shoqëroft të breza të tërë dhe do të shoqëroj, dhe ai për mua është një Tesla shqiptar. Faleminderit. Për ta mbyllur, mund të thënë unë vi nga fusha e matematikës dhe nuk kam patur rastin që ta njoh aq nga afër sa që folën kolegët. Por duke ardhur në këtë sallë, në korridor është një tavolinë me librin e nderimeve, ku të pranishmit janë të ftuar të bëjnë shënimet e tyre. Dhe në atë tavolinë janë disa nga librat e profesorit. Dhe mund të përmend një për tyre, një libër që i vogël, por që flet shumë për horizontin e gjerë dhe të thellë të dijeve shkencore të profesorit. Njeriu elektronik. Një inxhinier guxon të hyjë në botën e biologjisë për ta studiuar atë nga ana elektrike. Dhe në gjykimin tim, kjo është një shenjë e vogël që flet shumë për madhështinë dhe personalitetin e profesorit. Nuk po zgjatem më, në prit tjetë fillimi të seancës tjetër, jeni të ftuar për të bërë ndonjë shënim të rastit në librin e nderimeve. Faleminderit. Në një minutë ftoj fillimisht kolegun Milo të thotë disa fjalë dhe Përshëndetje zonjë nderuar, përshëndetje të dashur të profesor Bardhylit. Unë sigurisht nuk jam i gjinisë inxhinierike për ta njohur nga pikpamja profesionale akademikun Bardhyl Golemi. Por unë do të them dy fjalë që ndofta edhe juve nuk i dini. Ne si familje kemi patur një njohje lineare që fillon me miqësinë që ka patur babai im mësues në Vlorë me babain e Bardhylit,
dhe babai na I transmetonte gjithmonë miqësitë dhe shoqërinë që kishin, edhe mirësitë bile që babai I Bardylit kishte bërë në adresë të babait tim. Dhe këtë respekt ndërsjellët e trashëguam pastaj ne pasardhësit e tyre, ku vllai im inxhinier ka qenë student I profesor Bardhylit, ndërkohë që unë pastaj për shkak të aktivitetit tim u njoha në vitet kur ai ishte një nga drejtuesit kryesor të Ministrisë së Arsimit për bashkëpunimin që kishim, por mbi të gjitha dhe që më dorëzoi stafetën në vitin 1991 si zëvendës ministër në momentin që unë u emërova sekretar shteti për arsimin në qeverinë e përkohshme të stabilitetit. Dhe në atë moment unë kam përjetuar nga afër këshillet e tij, kujdesin e tij dhe në një farë mënyre ai ishte një këshilltar shumë I afërt I imi në ato muaj që unë kalova në Ministrinë e Arsimit. Por nuk do të harroj asnjëherë se kishim një komunikim tjetër ku ai si atdhetar, si njeri shumë I ndjeshëm ndaj zhvillimeve kombëtare, her pas here komunikonte me mua, më shprehte shqetësimet e tij dhe ndonjëherë edhe kërkonte sqarime të mëtejshme për mënyrën se si do të përballoheshin situatat që ishin krijuar. U përmend këtu që ka qenë një shoqëri që unë her pas here e kam ndjekur nga afër, një shoqëri akademikësh të cilët pinin dhe një kafe diku në një nga kafenet qendrore të bulevardit Dëshmorët e Kombit, kur her pas here u bashkohesha dhe unë dhe asistoja në atë shoqëri të këndshme ku funde krye shqetësimi I tyre ishte shqetësim atdhetar, por edhe shqetësim profesional. Shoqëri akademikësh ku diskutoheshin problemet e shkencës, të arsimit të lartë, por edhe problemet kombëtare. Dhe e fundit nuk do t'i harroj momentet kur si dy qytetar të Tiranës së Re, nëse se kam gabim, takoheshim ose shkëmbeheshim tek sheshi Wilson, kur ai bënte atë shëtitjen e vet tradicionale dhe takonte që shkëmbeheshim, qëndronim dhe bisedonim. Dhe kjo është ajo çka unë do ta ruaj vazhdimisht në memorien time, duke patur parasysh që kemi humbur një njeri ju të çmuar e të shenjtë, por edhe shkenca shqiptare ka humbur një personalitet dhe gjithë ne të pranishmit këtu kemi humbur një mik të cilën do ta kujtojmë në vazhdimësi me respektin më të thellë. Nderuar qoftë kujtimi I tij, edhe I qoftë dheu I lehtë. Udhuni. Shëndetje të gjithëve, ju falenderoj nga zemra për këtë organizim, vërtet shumë prekës, shumë domethënës, për fjalët tuaja kaq të ndjera që e plotësojnë kaq mirë figurën e babait ton, që është vërtet I gjithëanshëm në planin familjar, në planin shkencor, siç e theksuat I gjithë juve. Ju falenderit edhe një herë, profesor Gjinushi, profesor Vasil Tole, gjithë akademikët e shquar. Ky respekt na I lehtëson deri diku dhimbjen vërtet
Faleminderit. Faleminderit. Atë për momentin e mbyllim këtë seancë për të filluar mbas rreth 25 minutash me homazhe.